Një fëmijë 4 vjeçar nga Vlora dyshohet se vdiq nga konsumimi i mjaltit. Ky është lajmi i fundit dhe unë doja që ta diskutoja me ju. Doja ta diskutoja sepse ndonse nuk jam ekspert në këtë fushë, por di disa informacione dhe është mirë që t'jemi të informuar, ndonse këto nuk janë këshilla, por që kur isha i ri, që kur kam qenë i vogël, mbaj mend diçka që thoshte Imat. Për disa që nuk e din, Imat ishte le të themi një mjek popullor ose dinte disa kombinime barnash. Dhe ai thoshte që fëmijëve maksimumi deri në moshën 10 vjeç nuk duhet që t'i japësh mjalt, të paktën kështu thoshte, sepse mjalti krijon një lloj bakteri sipas gjasave dhe mund të krijojë probleme të rënda në shëndet derisa mund të humbas jetën. Pra duhet të dini që ka ndodhur dhe tani po shtohet akoma më shumë. Ky faktor ndoshta është nga fakti i bletëve kryesisht, se ku ato shkojnë dhe kullosin. Njëkohësisht, pra ku marrin nektarin, por njëkohësisht ky bakter ndodhet brenda mjaltit gjatë përpunimit të mjaltit, me fjalë kur bëhet mjalti. Dhe në gjuhën shkencore ose mjekësore quhet botulizmi i foshnjeve. Dhe ky nuk është një patologji që nuk njihet, e njohin që të gjithë. Dhe një pjesë e madhe e njerëzve që nuk janë të informuar, ndoshta nuk e din, por fëmijëve deri në moshën 2 vjeç, të paktën kështu thot shkenca e sotme, nuk duhet absolutisht që të japësh mjalt, sepse mjalti mund t'i krijojë pra këtë botulizmin. Dhe është mirë që ta ruani sepse pra fëmijën, sepse mund t'i krijojë probleme të rënda shëndetësore. Në vend që ta ndihmoni, mund t'i krijoni probleme. Pse ndodh kjo? E para një. Si thoshte edhe Imat, por unë lexova dhe diçka më shumë që t'jem pak më informuar. Fakti është që fëmia ende i vogël nuk ka krijuar akoma autodifezat ose efektet imunitare. Pra trupi i tij nuk është ende në atë status që ta mbrojë trupin nga viruse, si mund të quhen të ndryshme, ose nga patologji si puna edhe e kësaj, që një bakter që gjendet si thash brenda mjaltit, mund t'i shkaktojë trupit probleme të rënda që ai nuk e merr dot veten sepse nuk ka antitrupat brenda. Me erdhi fjala. Antitrupat nuk ekzistojnë akoma si janë, sepse duhet të përshkojë një pjesë të jetës të tij, pra që të bëhet pis, të loz, të djersi, etj. Pra këto janë ato aksionet e jetës që fëmia duhet që të ambientohet. Dhe mua më vjen shumë keq kur e lexova një fëmijë 4 vjeçar që humbas jetën. Shpresoj mos jetë ky shkaku, shpresoj që mos u ndodh më. Por këto gjëra ndodhin dhe po i them edhe një herë që të paktën edhe shkenca kështu thotë që deri në moshën 10 vjeç maksimumi, 12 vjeç është mirë që mjalti mos të konsumohet nga fëmijët, sepse nuk kanë